Hera ime e parë ishte me gjyshin e shoqes sime të ngushtë. Dita e shkollës së lartë përfundoi me një zhurmë kursesh dhe lexuesish që mbylleshin. Ela, më e mira ime, më tërhoqi në një qoshe. Sytë e saj të kaltër shkëlqenin me një entuziazëm të fshehtë. Ajo filloi duke përdredhur një kërpull në flokët e saj të kuq. Nuk mund ta besoj se nuk e ke parë akoma. Si mund të jetë? Unë ngrita nga këmbët duke ndjerë ngrohtësinë të përhapet në faqet e mia. Unë nuk kam hasur në rastin e duhur, kam përshpëritur duke parë lart, poshtë sërish. Ela buzëqeshi duke marrë dorën time. Të gjithë po shkojnë në festën e Anës sonte. Ti do të vish apo jo? Dhe ajo u përkul më afër. Fryma e saj e ëmbël e mentes duke përzier me aromën e sapunit të dorës. Mund të takohesh me dikë ose mund të takohesh me të gjithë. Kam qeshur, por zemra ime e rreh me një ritëm të panjohur. Më duhet të shkoj, kam thënë shikimi im duke u lëkundur nga porta. Ke një takim të fshehtë? Ela pyeti një vetull duke e ngritur. Diçka e tillë, jam përgjigjur duke tërhequr dorën time. Në këmbëzim në rrugën time në shtëpi, mendimet e mia u kthyen tek libri i biologjisë, te ato diagrame të paqarta dhe detyrat e leximit që u bën sikur humbja e virgjërisë ishte një ushtrim akademik, një temë për të diskutuar dhe analizuar, jo diçka që ndodhi në trupin tim, në zemrën time. Djali i ëndrave të mia, Claudio, ishte shumë i bukur dhe shumë i papërfillshëm. Më kërkonte për javë, por çdo herë që ai më afroi, unë mbyllesha si një kokër. Ishte diçka në mënyrën se si ai tregoi dashurinë e tij, e pritej atë, e kërkoi atë që më bëri të ndihem sikur isha një çmim për të fituar dhe jo një person për të përjetuar. Gjyshi i Elës, zoti Nikola, ishte ndryshe. Ai bënte bukën më të mirë në lagje dhe ruajti gradën e tij të vjetër të ushtrisë me një gjaktotësi që ishte e qetë, jo e ashpër. Kur unë shkova në shtëpinë e Elës, ai gjithmonë më pyeste për ditën time, për librat që lexoja. Dhe gjithmonë më pyeste dhe dëgjonte përgjigjet e mia, siç ishin më të rëndësishmet në botë. Disa pasdite, kur Ela nuk ishte atje, ne rinim duke biseduar në kuzhinë. Aroma e kafes së freskët dhe bukës së ëmbël duke mbushur hapësirën midis nesh. Ai më tregonte histori për Shqipërinë e vjetër dhe unë i tregoja për dëshirat e mia për të shkruar. Ishte një ndjenjë e re dhe e çuditshme, të ndihesh e parë jo si një vajzë, por si një grua. Ajo pasdite, pasi ra në shtëpi dhe duke se nuk kishte askënd në shtëpi, unë e dija se kisha nevojë për diçka të ndryshme. Mund të shkoja në festë, të pija disa goda dhe të humbja gjithçka me Claudion në një dhomë gjumit e errët me muzikë që u bëri pjesa më e mirë e natës, ose kam marrë celularin tim dhe kam parë në listën e kontakteve. Gjyshi i Elës. Dora ime dridhej kur shtypa butonin e thirrjes. Ai u përgjigj në zilen e dytë. Përshëndetje. Zëri i tij ishte i thellë dhe i qetë si një rip toke. Zoti Nikola, a është Ela atje? Kam thënë, duke u përpjekur të bëj zërin tim të përbashkët. Jo, ajo shkoi në festën e Anës. A nuk shkuat? Unë nuk ndihem shumë mirë. A mund të vi për një gotë çaj? Fjalët u rrëzuan nga goja ime, të papërshtatura dhe të qarta. Kishte një pauzë në anën tjetër të linjës, aq e gjatë sa mendova se mund të vdes. Patjetër, tha ai më në fund. Çajin e kam gjithmonë gati. Rruga në shtëpinë e tij dukej tjetër. Çdo hap ndihej si një vendim, jo një udhtim. Ai më priti në derë, duke mbajtur një mbathje të thjeshtë dhe një bluzë të pastër. Sytë e tij të urtë nga nuanca gri më studiuan për një çast dhe pastaj buzëqeshi duke hapur derën me gjerë. Eja brenda, vajzë e mirë, tha ai. Aroma e kuzhinës ishte e njohur dhe e ngrohtë. Ula në një nga barokat, ndërsa ai ndezi sobën. Ishte heshtje, por jo e sikletshme. Ishte një lloj pritjeje. Ke diçka në zemër? Tha ai, pa u kthyer nga sobaku. Nuk je lloji i vajzës që shkon te gjyshi i shoqes pa arsye. Gjëra shumë të vërteta. Ai gjithmonë ishte i drejtë për drejtë. Kam pyetje, thash, duke i thurur gishtat. Pyetje që nuk mund t'i bëj mamit tim ose Elës. Ai u kthye dhe vuri çajnikun në sobë. Dhe mendon se unë mund t'ju përgjigjem? Nuk e di, por ti je i vetmi që dukesh të kuptosh realitetin.
Ul përballë meje, duart e tij të mëdha dhe të forta të vendosura mbi tryezë si dy mbajtëse të qeta. Realiteti është gjithmonë më i ndërlikuar se sa duket, tha. Unë dua, mendoj se jam gati. Fjalët u ngatruan, gati për diçka më shumë, por friksoj veten dhe më duket se e kam zgjedhur personin e gabuar për ta bërë këtë. Ai nuk u habit, vetëm më vazhdoi të shikonte me atë vështrim të qëndrueshëm që nuk bënte as të më ngronte e as të më ftonte, vetëm të pranishme. Çfarë të bën të mendosh se është person i gabuar? Sepse ai dëshiron diçka prej meje, thash, dhe vetëm kur u shfaqën fjalët e kuptova se sa të vërteta ishin, dhe unë dua të jap diçka, por nuk është e njëjta gjë. Çajniku filloi të bërtiste, një zë i holli mprehtë që shpërthen në heshtjen e dhomës. Ai u ngrit pa shpejtuar, vuri gjethet e çajit në dy goda dhe derdhi ujin e vluar. Aroma e mentës së freskët u përhap në ajër. Jeta nuk është libër shkollor, tha, duke e vendosur kupan para meje. Nuk ka një përgjigje të vetme, të saktë, dhe zemra nuk është gjithmonë logjike. Ti ishe në ushtri, thash, duke kapur godën e nxehtë për të ndjerë një ndjesi reale në gishtat e mi. Ata ju mësojnë të jeni logjik, të kontrolloni situatat. Ai qeshi, një tingull i thellë dhe i ngrohtë. Më mësuan të kontrolloja atë që mund të kontrolloja dhe të pranoja atë që nuk mundja. Një zemër e re. Ajo nuk mund të kontrollohet, ajo duhet të përjetojë. Kjo nuk ishte përgjigja që prisja. Prisja që ai të më thoshte të prisja, të gjeja djalin e duhur, por ai po fliste për përvojën. Si zëri im ishte vetëm një pëshpërim. Si e bën atë pa shkatruar diçka brenda? Ai e piu çajin e tij ngadalë, duke menduar, me respekt, tha më në fund, respekt për veten time së pari dhe respekt për personin tjetër. Nëse ka respekt, asgjë nuk shkatrohet, transformohet. Pash në sytë e tij, jo një gjysh, por një burr që kishte jetuar, kishte dashur, kishte humbur dhe kishte mbijetuar. Dikush që nuk e shihte botën si një seri kutish që duheshin kontrolluar, por si një peizazh për të eksploruar. Jam e friksuar, rrëfeva, dhe ishte e vërtet. Është e shëndetshme të jesh i friksuar, tha ai. Frika të tregon se çfarë ka rëndësi, por mos e lej frikën të bëj të verbër. Shiko, vlerëso, pastaj vendos. Heshtja që ndoqi ishte e rehatshme, piva çajin tim dhe shijova ngrohtësinë e tij ndërsa përshpejtoi poshtë fytit tim. Nuk e dija se çfarë po kërkoja kur arrita atje. Këshilla, pëlqimi, por ai nuk po më jepte asnjërin. Ai po më tregonte se si të më mendoja vetë. Faleminderit, thash, kur goda u boshua. Nuk ka përse, tha ai, ti je urtë për të kërkuar. Shumë njerëz vetëm hidhen, pa pyetur. Çova dhe mora xhaketën time. Kur isha në prag të derës, ai më thiri. Vajzë e mirë, tha. Kurdo që të ndodh, le të jetë në dritë, mos u fsheh. Çdo gjë që duhet të fshihet në errësirë, ajo nuk ja vlen. U pash sytë e tij një çast të fundit, aty nuk ishte as dëshirë, as gjykim. Kishte vetëm një urtësi të madhe dhe të trishtuar dhe një dëmshuri të thellë që më bëri të ndihesha e parë, vërtet e parë. Rruga në shtëpi ndjehej e lehtë. Nuk dija çfarë do të bëja për Klaudion, nuk dija kur ose si do të ndodhte, nëse do të ndodhte, por dija diçka. Kur të isha gati, nuk do të bëja këtë për shkak se prishej prej meje. Do ta bëja për shkak se unë do të zgjidhja me sy hapur dhe me respekt. Dhe kjo ndjesi, kjo e vogla e vendosmërisë së qetë, ndihej më shumë si rritje se sa humbja e gjithçkaje.